Të dielën pasdite, qyteti Vlorës u përfshi nga reshit të dendura shiu me intensitet mesatar deri të lartë, të cilat sollën problematika në disa zona të qytetit për shkak të prurjeve të mëdha të ujrave në një hark të shkurtër kohor. Reshit shkaktuan grumbullim e ujë në disa pika të ndjeshme të infrastrukturës. Në teren u angazhuan menjëherë grupet e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë në bashkëpunim me ndërmarrjet e tjera të Bashkisë Vlorë për të ndërhyrë në pikat problematike dhe për të shmangur përkeqësimin e situatës. Pas reshjeve me intensitet të lartë, mëngjesin e së hënës, ekipi i ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë nisi punën në teren që në orët e para të ditës. Përgjatë gjithë ditës, ekipet punuan për pastrimin dhe zhbllokimin e rrjetit të kanalizimeve, duke përdorur mjetet dhe pajisjet e specializuara për të siguruar funksionimin normal të sistemit. Ndërhyrjet u përqendruan në disa lagje të qytetit, ku pastruan pusetat e bllokuara dhe linjat kryesore të ujrave të shiut. Po ashtu, u kryen pastrime dhe shërbime mirëmbajtje në stacionet e pompimit, me qëllim garantimin e rrjedhjes së qëndrueshme dhe parandalimin e problemeve në orët dhe ditët në vijim. Fal punës së ekipeve në teren, situata aktualisht është nën kontroll dhe rrjeti i kanalizimeve funksionon normalisht. Ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë vijon të mbetet në gatishmëri për çdo rast emergjent, duke monitoruar nga afër gjendjen e rrjetit dhe duke ndërhyrë aty ku nevoja kërkon.